Evropa të sjell në mendje imazhe të bulevardeve madhështore pariziane, rrënjojave të lashtë romake dhe plazheve spanjolle të mbushura me diell. Sipas Travel of Path, për dekada të tëra, këto gjigante të Evropës perëndimore kanë dominuar listat e dëshirave të udhëtimit, duke tërhequr miliona turistë në monumentet e tyre ikonike dhe qytetet e tyre plot jetë. Le të jemi realistë, këto vende janë të mahnitshme, por të gjithë jemi në dijeni se vera në Evropën perëndimore sjell turma masive me vizitorë dhe çmime shumë të larta. Por trendet e udhëtimeve po ndryshojnë, ndërsa destinacionet klasike mbeten të njohura. Turistët e zgjuar që kërkojnë përvojë autentike, peizazhe mahnitse po e kthejnë vëmendjen e tyre drejt lindjes. Harrojnë vizitat në Kolos këtë vit. Ekziston një vend që krenohet me bukurinë mezetare, pa turma vizitorësh dhe çmime të larta krahasuar me fqinjet e tij. Ekipi i Travelove e ka vizituar personalisht këtë vend në zhvillim dhe është plotësisht dakord se është një destinacion i jashtëzakonshëm pushimesh dhe një vend unik evropian. Sipas Agjencisë së Turizmit të OKB-s, Shqipëria përjetoi një rritje të jashtëzakonshme prej 80% të mbërritjeve turistike në vitin 2024, krahasuar me nivelet para pandemisë, duke krahasuar atë midis liderëve botëror për rritjen e turizmit. Shifrat e hershme për vitin 2025 tregojnë se ky trend nuk po të ngadalësohet me numrin e vizitorëve të huaj në janar, që është rritur tashmë me 14.5% krahasuar me vitin e kaluar. Mendoni për bregdete të mrekullueshme që ju kujtojnë Greqinë ose Kroacinë, por me çmime shumë të përballueshme. Ndërsa çmimet po rriten në mënyrë të pashmangshme, siç u vure në fillim të vitit 2025, Shqipëria ende ofron një përvojë mesetare relativisht të përballueshme. Riviera shqiptare, që shtrihet përgjatë detit jon, ofron ujëra të kristalta ngjyrë bruz, shkëmbim dramatik dhe plazhe të bukura që varojnë nga brigjet e gjalla të Sarandes deri në plazhet gjithnjë më të famshme dhe mahnitse rreth Ksamilit, të quajtura shpesh Maldivet e Evropës. Gjiret e fshehura si plazhi i Gjepes ose brigjet pranë Dërmiut ofrojnë relaks perfekt si në Kartolina. Ju mund të shijoni darka me ushqime të freskëta pranë Bregdetit me koste të përballueshme. Ndërsa Riviera shqiptare mund të tërheqë mendjen, atraksionet e Shqipërisë shkojnë shumë më thellë se vija e saj bregdetare. Adhuruesit e historisë mund të eksplorojnë 3 vende të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Shëtisin në rrugët e Pjerta, të shtruara me gur të Gjirokastrit, qytetit të gurt, duke mahnitur nga arkitektura e saj unike e epokës osmane dhe kalaja madhështore. Vizitoni Beratin, qytetin e 1/1 dritarëve, ku shtëpitë e bardha duket sikur rrëzon nga shpati i kodrës drejt lumit. Eksploroni rrënojat e lashtë të parkut kombëtar të Butrintit, një vend i banuar që nga kohrat parahistorike, ku shfaqet historia greke, romake, bizantine dhe veneciane. Zbuloni kryeqytetin e gjallë dhe plot ngjyra, Tiranën, një qytet që po hiq dorë nga e kaluara e tij komuniste, me kafene të shumta tregje si Pazari i Ri, muze më gjepse duke përfshirë bunkeret e luftës së ftohtë, është ndërruar në hapësira arti si Bunkart dhe sheshin madhështor Skënderbej. Koha për të vizituar Shqipërinë është pikërisht tani. Lidhjet e përmirësuara të fluturimeve dhe popularitetin e rritur ndërkombëtarisht do të thotë se është më e lehtë për ta vizituar se kurrë më parë. Nëse jeni duke kërkuar një destinacion evropian në vitin 2025, që ndërthur bukurinë mahnitse natyrore, historinë interesante dhe vendasit mikpritas, Shqipëria duhet të jetë në krye të listës suaj të udhëtimeve. Ajo ofron një ndërthurje gjithnjë më të rrallë, një vend që të jep ndjesinë e një risi emocionuese dhe thellësisht historike.